Situata që krijohet gjatë dimrit nga rreshtet e dondura vështirëson aktivitetin e tregtarëve në tregun e fruta e perimeve në Qafardhi. Për këtë arsye ata kërkojnë nga Bashkia e Shkodrës që të ndërhyjë për përmirësimin e mëtejshëm të kushteve në treg, duke ndihmuar edhe pronarjen e kësaj hapësire që tregu të bëhet më funksional dhe më i sigurt për tregtarët dhe qytetarët. Bashkia me dasht vjen e shef. E ndihmon edhe këtë familjarin se edhe kë ka problemet e veta me fol drejtën. Tu na duhet mulesa, na duhet banja, na duhet ujë, asgjë tjetër. Bashkia ka mundësi me ndihmu edhe këtë familjarin me fol drejtën. Disa prej tregtarëve kanë marrë vetë nisma për të mbuluar tendat e tyre në përpjekje për të mbrojtur nga shiu. Megjithatë, ata theksojnë se kërkohet një përkujdesje më e madhe nga pushteti vendor, sidomos tani që dimri po afron. Tregu i Qafardhis u hap disa muaj më parë për të disiplinuar shitjen e fruta e perimeve në këtë zonë dhe për të krijuar kushte më të organizuara pune. Megjithatë, pavarësisht kësaj, disa tregtarë ende vazhdojnë të shesin në trotuare, gjë që tregon se nevojitet kontroll lidhur me zbatimin e vendimit për lirimin e trotuareve.